Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithat ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lejen e Allahut azza wa jalla do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me komentimin e një hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e dëgjoni shumë shpesh, sidomos në Ramazan. Është fjala për hadithin të cilën e transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kur tregon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka qenë njeriu më bujar, njeriu më i gjymërt. Mirë po mësë bujari ishte kur ishte Ramazan. Atër kur e takon të Gjibrilin dhe ja mëson të Kur'anin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më bujar se sa era që përlajmëron për shi të begatshëm. Kjo është hadithi që do të flasim në lidhje me të, edhe pse realisht mësandej kjo hadith e ka një tregim shumë interesant, se ka në hadith vërtet se kur ka ardhë, dhe më thonë, Fatimja, vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëherë me vizitu babën e vetë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka dëshiruar mirë se ardhje, edhe ka qafë, edhe ka puthë, edhe ka ullë vajzën e vetë. E thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha i foli diçka që i thojmë në vesh. Edhe ja nisi me kajt Fatimja. E thot pas një kohë i foli diçka prap në vesh, e ja nisi me qesh. Edhe mas së ndej, thot Aisha e pyeta Fatimen, i thash, çka të tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që njëherë qajte e mas së ndej qeshe. Tha, nuk e zbulej sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nuk shkoj gjatë të vdiq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe prapë e pyes, pi thëm, për shkak të pozitës që kam qenë grua babës tënd, më trego çfarë tha atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tregon më së ndej Fatimja, thot se herën e parë kur më folin vesh, më tha se me Gjibrilin e kam përsëritur Kur'anin njëherë gjatë Ramazanit. Mirë po këtë Ramazan e kam përsëritur 2 herë me të. E nuk e kam pa vetëm se më është ofruar gjeli, vdekja. Edhe ka qajt, dhe më thonë Fatimja. E përqesha, përse qesha, thot një transmetim se me përgëzoj se ti i zonja e grave të xhenetit, e një transmetim ka ardhur se ka qesh se i ka thonë se ti do të jesh e para që të më bashkëngjitesh, dhe më thonë për të vdekur dhe të shkojmë në ahiret. Edhe kështu realisht ka ndodhur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka folë vetëm vërtetën që është frymzuar prej Allahut azza wa jall, edhe prej familjes, edhe prej fëmijëve, dhe më thonë që ka mbetur, se vetëm Fatimja i ka mbetur. Fatimja ka vdekur një 6 muaj mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ne do të ndalem të kjo pjesa e parë e hadithit ku tregon Abdullah ibn Abbasi se kush ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ishte në jetën e përditshme, e se ishte në Ramazan, e pse ishte i tillë në Ramazan.
edhe përshkruan se ishte njeriu më bujar. Para se me tregu se një pejgamberi shumë ishte bujar në Ramazan. Do i kemi thonë që pejgamberi se më është i gjymert veç në Ramazan. Mëse keq kuptoni se tash qofse po thëm pejgamberi se me ka shtu bujari në Ramazan, e ka qenë më i veçantë në Ramazan, jashtë Ramazanit e ka pas dorën e shtrënguar. Jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithmonë bujar. Në Ramazan e jashtë Ramazanit vetëm që në Ramazan e ka shtu dozën edhe ka rrit dozën më tepër. Kjo e para. E dyta në gjuhën arabe, kjo fjala që ka ardhur kanë ejweden nas. El gjud që për përkthej me bujari, me gjymërtlëk. Realisht gjud në gjuhën arabe do me thonë, kur kanë definu dietarët, thojnë me dhonë atë që duhet me dhonë, ati që duhet me dhonë. Pra nuk e kanë përcaktuar bujarin vetëm se me konë me pare, edhe me të mira materiale. Edhe pse kjo është forma më e përhapme edhe zakonisht njeriu të shkon mendja kur fol për bujari që i kanë ndihmu me mjete materiale dhe i kanë ndihmu me të holla. Mirë po, fjala el-gjud në gjuhën arabe e ka kuptimin edhe më të gjerë, që ka kuptimin që edhe me ndihmu njeriu fizikisht është bujari, edhe dikush që mëson fenë Allahut azza wa jall që merr prej kohës edhe diturisë tina është bujari, edhe ai i cili shkon domethënë me luftue me trup tina dhe vdes shahid në rrugën e Allahut azza wa jall, edhe ai është bujari, është më e gjanë se vetëm ndihma me domethënë me mjete materiale apo me të holla. E thash kur kanë folur për këtë el-gjudin, kanë thonë me dhon atë çka duhet me dhon, atij që duhet me dhon. Apo dietar tjerë kanë thonë se el-gjud është me dhon diçka duke mos lyp kompenzim, ose kanë thonë el-gjudu është kur t'ja japsh njerit një diçka pa ta kërku, që mos me ndjen ngarkesën edhe për uljen që po ka nevojë me ta lyp. Pa thjesht i paraprin gjërave që mos me pasaj nevojë me të rëkit nder edhe me të lyp, po faktikisht ti e ndërën atë edhe nuk e bën që mundi keq, dhe më thonë se ka nevojë diçka. Mirë po, thash, ai kuptimi që shkon në mendje është kuptimi me ndihma materiale, me të holla e kështu me radhë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i tillë, nga se ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një sahabi kur e ka përshkruar realitetin e tina, ka thonë se nuk i është kërkuar diçka e ta këtë të refuzuar. Dhe atina thot i ka thonë ky personi më dha sa ka mes dy kodrave dele, edhe u kthye ai person te populli vet duke i thonë o populli im, bëhuni musliman se ky Muhamedi po jepke si një njeri i cili nuk ja ka frikë kur, domethënë varfrisë. Pra thjesht atë që ka qenë bujar, sa që nuk i është kërkuar asgjë vetëm se e ka dhonë, bile ka Shekh Albani thot një fjalë, tash nuk e di është fjala e tina apo ka nga dikush për atina, thot fjalën jo, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur vetëm kur ka thonë la ilaha illa Allah, s'ka zot i përveç Allahut azza xal. Fjalën la e ka përdorur vetë këtë rast. Për ndryshe, çka i ka ardhur, diçka që e ka lyp dikush kësaj dunjaje, kur s'ka ditë me i thonë jo. Edhe kam treguar në këtë xhami ton atë rastin atij personit kur ka ardhur që ja ka dhuru një grua një tesh që e kishte qenis me durë të veta, edhe i ka pëlqyer pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka vesh, ai ja ka po, i ka thonë ja Rasulullah, sa të bukur e paska këtë robe, sa të mirë po treka. Ai apo ma jep. Edhe u hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpe, edhe e ka hjek, ka vesh diçka tjetër, e ka palue, edhe ja ka dhënë atij, domethënë që i thojmë na edhe teshën e trupit të vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dikush mund të më thonë, po ka mundësi që dikush edhe ka ardhur dhe ka lypë, ndoshta s'ka qenë që e meriton mi dhoni kështu me radhë. Realisht ajo ka qenë prezente, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas zakon që ai i cili ka ardhur dhe i ka lypë, e ka sodit që i thojmë ne, e ka shiku pak me sy çush është gjendja e tina, domethënë është i shnosh fizikisht,
a çfarë rroba shko e kështu me radhë që me kuptue se qysh është gjendja e tina dhe qofse ka po që është person që s'meriton mi ndihmu, ka thonë se këtë ndihim nuk e meriton ai i cili është i pasur apo është i shnosh me punu. Edhe pse vetë si ja ka nalë, që thjesht Allahu Azza wa Jall ka dashur me rujt këtë pejgamber që kush mos me ardh edhe me akuzua dhe me thonë se pejgamber po thoj ke po kooperacisht. Se realisht kooperacia është sifat i keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtje te Allahu Azza wa Jall pe kooperacisë. Allahu Azza wa Jall ka thonë Kur'an: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika min al-muflihin, fa ulaika humul muflihun." Edhe ai i cili e mbron veten pe lakmis edhe kooperacisë, i tilli është domethënë i shpëtuar. Pra thjesht për mos mu akuzu apo mu cilësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka prac i ka dhënë atij që thjesht ndoshta nuk e merituar, mirë po gjithmonë ka kryer obligimin e tij duke i treguar se ai i cili është i pasur apo ai i cili është i shëndosh dhe ka mundësi me punue nuk ka hise me lyp ose me marr domethënë pasurinë e dikujt tjetër. Mirë po ajo që po duam me thonë edhe me komentua është kjo fjala që ka përshkruar me të domethënë Abdullah ibn Abbas e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çfarë morali ka pas, çfarë edukate ka pas, çfarë njeri i mirë u kon, sa gjymërt edhe bujar ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, gjendja e tina thot ndryshonte në Ramazan. Tjetërisht në Ramazan. Ishte më bujar në Ramazan. Ishte më i gjymërt në Ramazan. Pse? Ka arsye pse njeriu duhet me kon më i gjymërt në Ramazan. Arsyeja e parë është vëllezër të nderuar, hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se ka thonë Allahu azza wa jall çdo vepër e birit të Ademit është për të përveç agjerimit i cili është për mua dhe unë shpërblej për të. Faktikisht i ka edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po dhe ne duhet me pas ndër dijen tonë edhe kujtesën tonë se sa e kem bujar Allahun azza wa jall këtë Ramazan, i cili e ka qua këtë muaj të rahmetit e të mëshirës, kur shumëfishohen veprat e mira dhe shpërblimet, e thjesht qofse ne na vjen mirë, Allahu Azza wa Jall me pak punë, me na dhon këto kaq shumë sevape, atëherë as po përfitojmë edhe na për kësaj bujarie të Allahut Azza wa Jall, që edhe na me kon bujar, wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Edhe bë mirë ashtu siç Allahu Azza wa Jall të ka bë mirë, edhe kurrë mos e mendo, mos u bë krenet, që mos u bë mendje madh, siç ka thon Karuni për pasurinë që ka pas, ka thon inna ma utituhu ala ilmin indi, këtë kam prej diturisë teme se jam i Zotit, jam i mëshëm, jam i fort, punoj shumë me kështu më radhë që dina me dëgjue njerëz domethënë të ndryshëm, mirë po e dim që pasurinë e kem pe Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall përkundër mëkateve që i bojmë po na hap derën mu pendue në Ramazan, edhe po na shëmfishon punët e mira që me pak punë, me pak kohë, memrije, sevapet pa numërta, siç është rasti i agjerimit, atëra nuk duhet kjo që të na bëjë neve, domethënë me reflektue që të bëhemi domethënë më të gjymërt. Kjo e para, e dyta vëllezër të nderuar, ajo që thjesht e bën njeriu me reflektue dhe më u bë më i gjymërt, domethënë Ramazan është kur të kujton, domethënë se këtë ndjenjen që e ka turistë dhe të jetjes, është ajo që e bën njeriu me i dal gjumi. Po flas, po them me i dal gjumi se shumë njerëz domethënë kanë të mira, ushqim, pirje, kanë rroba, kanë jo vetëm senet elementare, mirë po edhe për komoditet e për luks, edhe një farforme atina i shkon mendja që në qofë se i ka vetë këti ka njerëz, edhe në qofë se une ndëmon së mungon kur gjë, së mungon kërkujna e kështë më radhë, faktikisht aja ndjenja që ti kije me ndonë që edhe tjerë ti kanë. E kur Zotit së përavon me këtë obligim, e ti i përmbash, edhe agjeran, me vullnetin tëndë, atër faktikisht e përjeton urin, e përjeton edhe etjen, e përjeton edhe lodhjen, edhe këtë bën me kujtue se ka njerëz edhe tjerë që do më thonë
Pe sprovës që Allahu Azza ka dashur me sprovë, nuk i kanë mundësinë që kite. Ti e bën me zgjedhjen tënde, me vullnetin tënd për ta kryer në obligim ndaj Allahut Azza, mirë po ka njerëz domethënë që këtë nuk e kanë domethënë për shkak rrethonave dhe kushteve në të cilat gjenden. E kjo duhet më na alarmua që më thon o Zot këto të mira që po më i jap e kam vazhdimisht edhe domethënë të ushqimit, edhe të pirjes, edhe veshmbathje, edhe siguri, edhe shëndet, edhe familje kështu me radh, faktikisht unë duhet me të falenderoj edhe të jem më mirënjohës, edhe të jem më dëshlir, edhe të jam gjes dorën ata të cilët nuk i kanë kushtet si unë. Mirë po hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që po transmeton Abdullah ibn Abbasi po tregon se dy arsye kanë bën përveç këtyre dyja që i cekëm na, e kanë bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më konkretisht më bujor. E para se po takohet me Xhibrilin, edhe pjamson Kur'anin, u takonte çdo natë Ramazanit me Xhibrilin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lexonte, ai e dëgjonte, e ndonjëherë Xhibrili lexonte, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjonte, që thjesht edhe kjo me kështu që ata që e ka ditë, edhe që sene ato thonë mirë, a ka nevojë diçka me përmirësuar këtë më radh, mirë po edhe me e dëgju direkt prej Xhibrilit që thjesht me e përforcue Kur'anin e kështu më radh. Mirë po, njeriu po bëj ka i mirë, qofse ka shoqërinë e mirë, po thot po bëhet më i gjymërt, më bujar në Ramazan kur po takon Xhibrilin, se Xhibrili është domethënë melaçja më e madhe, ajo është melaçja më e besueshme, ajo i cili i ka dërguar Allahu Azza wa Jalla shpalljet te pejgamberët, pikërisht ka qenë Xhibrili, dhe vetë takimi me të po e bën që me ndërkuën në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kon i gjymërt, me na tregon neve dhe gjithëve se realisht me pas shokun e mirë, të mëson me bë mirë, me pas rrugën e Zot shokun e keq, ai ku më të mësua me bë keq. Pra atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i shokut mirë, shokut keq është si shembulli i atij i cili shembulli i shokut mirë është si shembulli i atij i cili rrin me atë çeshet parfum. Ose dhe më thonë të jep për i parfumit, ose vetë që rrind vjen era të tesha tua që jetonajt me ta. Po thot shembulli i shokut keq, është që mënet ta i farkatari, ose ti djeg teshat, për i zjarëmi që të punu në stop, dhe më thonë me zjarë atë, ose era e keqe, dhe më thonë e asoj pune ku me të kalu tyje, edhe të koshrin me keq, me shokun e keq, ose ku mu djeg si shoku i keq, ose ku me ronë në ndikimin e shokut keq, e pratë sidomos këta që të kanë pasuri, kërkohet që me nejtë me njerëz të mirë, me njerëz devotshëm, po dhe besa dhe me nejtë me njerëz të shtresës mes edhe varfër, që mi përkujtu begati që i ka njeriu, e mos më nejtë veç me ta të pasurit, të cëtë vetëm dunja, pasuri, biznes, me nga, me punu e kështu me radhë, edhe ma nej faktikisht be ty në veç garë, ai ka vetur, të bëj një vetur më të mirë, ai ka një shtëpi, të bëj një shtëpi më të mirë, ai po shkon pushime, të shkojnë pushime më të mira, ai kështu me radhë, se realisht çaj atmosferë, çaj mohabet sillet e ta. E për atë duhet, sidomos ata që të kanë pasuri, që të rrinë domethënë edhe me të njerëz tjerë, thash me njerëz devotshëm, e të ndershëm, e me shtresë më të ulta, që realisht edhe e përkujtojnë begatinë që i ka, domethënë kur i sheh që tjerë si kanë, mirë po edhe kujtojnë dhe më thonë që këto begati i ka pe Allahu Azza wa Jall, edhe duhet me kon falenderues, nga se ky është ndikimi që e ka njeriu kur qëndron me shokun e mirë, që të bëhet më i gjymërt, më bujor në Ramazan, ashtu siç është bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë më i gjymërt dhe më bujor kur ka nejt me Xhibrilin, po jo vetëm, realisht është bërë më bujor edhe më i gjymërt, për shkak se Kurani e kanë mësu Kuranin, e kanë lexu Kuranin, e kanë përsërit Kuranin, e kanë studiu Kuranin, e Kurani është ilaçi i zemrave, ilaçi që të largon lakmin e kësaj dunjaje, ilaçi që të largon zilin pe zemre, ilaçi që të largon kopracin pe zemrës, ilaçi që të largon mendjemallësin pe zemrës, e kështu me radhë që faktikisht njeriu do të me kon guri, bile edhe guri, ka thonë Allah Azza wa Jall, me kanë zbrit këtë Kuran, dhe mon i shfriksue. E selim mo zemra, qofse vazhdimisht është muajt Ramazanit,
është muajt Kuranit, e lexon Kuranin, e i përkujton disa prej argumenteve që Allahu Azza Jalla ka cekur në Kuran. Men dhe ledhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu adha'afan kathira. Kush është ai i cili, kur ka nxitë Allahu për me dhon, ka thonë kush është ai i cili pi jep Zotit borx, e ka quajtur sadakon që ti e jep dikujna si borx që pi jep Allahut Azza Jalla, që kur ta kthen me ta kthyje jo vetëm që e ki sigurt me ta kthy, por edhe me ta kthy me shumë fishuar. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Atë që jep Allahu Azza Jalla me ta kompenzua. Pra atë ka onë hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se dy melaçe çdo mëngjesar ngritet njeriu, thonë o Zot, ai i cili jep kompenzoja, ai i cili e shtrëngon dorën shkatroja. Hopja bereqet ndoshta e ka, ama kur s'din mja ditë lezetën asaj pasunie që e ka. Se gjithmonë frikë, domthon mos pi hub, gjithmonë domthon të ngaru, e të nga, domthon me bë më shumë thuse, domthon ku më marr në atë dynjë e shkatrimi ndoshta nuk është shkatrimi numra, po është shkatrim që thjesht nuk ja din domthon lezetën, begatin që e ki edhe bereqetin që e ki. Ajo rastisht ka orë në hadithet vërteta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njeriu është në hijen e sadakas, domthon nesër në ditën e gjykimit, njëra prej 7 kategorive që domthon Allahu Azza wa Jalla komishti në hijen e arshit, a ditë kur nuk do të ketë hije përveç hijes tina, është ai i cili jep me dorë të djathtë e dora e majt nuk e din çka të dhon dora e djathtë. Faktikisht çështja e sadakas vëllezër të nderuar është çështje shumë madhështore, shumë domethënë se edhe për shpirtin e njeriu, para se me kon në aspektin social, që faktikisht ato dallimet shtresore në shoqëri i shkrin, që thjesht mos me kon dikush shumë i pasur, e dikush shumë i varfër, e mu krijuat tash një urrëtie mes këtyre dy shtresave, edhe me këshir kjo shtresa e varfër, që tash e qysh më i bë sherr shtresës pasur e kështu me radhë, thjesht mos me ardë te çkia, çrregullim social, Allahu Azza ka kërkuar me dhon sadaka, me dhon zeqate kështu me radhë, që edhe ky i varfër me pas, po edhe ky i pasur me pastru shpirtin që më u gëzue. Ky më tepër se ai i cili domethën e jap mirë, po nuk ka mundësi njeriu me i pas këto ndjenja dhe këto përjetime nëse thjesht nuk i qaset Kuranit, nuk e lexon Kuranin, nuk e lexon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk arrin me njerëz të mirë, ashtu siç përfitonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe u bënte më bujar kur rrinte me Xhibrilin dhe kur ishte domethënë duke mësuar Kuranin. Edhe fjala e fundit për mos me gjallë të nderuar, kënd hadith Abdullah ibn Abbasi përshkruan bujarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte më e veçantë në Ramazan, thot si rrih el mursala, në erë e cila fryn nuk nalet, paralajmëron që ku me ardhë shi, nga se Allahu Azza Jall ndonjëherë ernat i çon, çush ka thonë, huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushrun bayna yaday rahmeti, Allahu Azza Jall i dërgon ernat si paralajmërim para se me ardhë rahmeti tina, para se me ardhë shiu. E ka quajtur apo e ka krahasuar me këtë erë paralajmëruese të shiut, për shkak se erët që paralajmërojnë shiun shpesh janë të shpejta. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i shpejt, jo hezitus kur ka dash me ndihmu edhe me i dhon dikujna. Jo tu i mot senet, qofse hoxha të e mojt hutben tu nxit, thot, a se dal pe xhamis një 50 herë çdo me dhon. Tu dal edhe kryti hoxha hutben e kryti namazin pe 50-10 boll janë. Del aty, Allah tina 5 më dhon boll. Kur i afrohet aja 50 centa, si jap 50 centa. Se i jap hapësirë njeriu vetes me i fut të dyshime shejtani, e për atë njeriu kur t'i vjen shonca me bë mirë, edhe i ka mundësinë me bë mirë, mos të heziton, se ka mundësi, çaja mundësi si vjen mo, edhe dyta nashta çaja mundësi vjen, po ai si ka mundësi më me dhon. Pra atë nuk duhet me hezitu, po duhet me kon i shpejt ashtu siç e ka përshkruar Abdullah ibn Abbasi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që si era
kur të vjen e kryen punën, nuk heziton, je të bëj tregtim me Allahun Azza wa Jall, nuk dashte kompenzim për njeriu as falënderim, nga se si të bëj shit blerë kësaj dunjaje, po je domethënë në kontratë me Allahun Azza wa Jall fuqiplot. Edhe e dyta thonë se pse ka pas këtë përgjasim me këtë krahasim, me këtë erë edhe këtë shi, se shiu zakonisht kur bjen në vend, bjen njësaj gjithka. Për shkak që kjo pjesë, sahia je dohet si me vizore, po qatë pjesën që bjen zakonisht bjen në njësaj. Edhe krejt qatë pjesë e lagë, që do më thonë është gjithë përfshirëse, nuk zedh gjërat të saktuara, apo qka ja merr mendja, qka është me e mirë, si që na dime ke po në Ramazan, është muaj më i mirë i vitit, që njeriu ka mundësi me bë mirë. Edhe Allahu alem anja e pymer me ardhë kë Ramazan tjetër. Shka një gjenë disa njerëz mendojnë ngusht, du me dhonë një 50 ersh për babën, një hatme për nonën, ose një iftar për prind, e që a gjitha e në të mira, sadakaja për prind, duaja për prind është gjithmonë e mirë, ama ku është vetja fillimisht, ku është shpirti jot, ma nuk duhet me këqyr vetëm dësa sene prindin, ato, këshyre fillimisht veten, që kjo gjithë përfshisë, më janë njës pejz vetës, pej familjes tonde, e masandej këshyre që me i prek gati se cilin projekt, edhe me dhoni iftare, edhe me ndihmu të varfërve, edhe me ndihmu projektet davetit, që faktikisht që të kjo pjesa e davetit, shumë pak ka njerëz dhe më thonë që dhojnë, as se din që realisht vëllezër të nderuar, veç me marrë si shembull, qofse e botën një Kur'an, është projekt i davetit. Qofse jep një të varfërit, është domethënë e hana të bok çat muj, ka i dare, ka mirëqenie dhe kalon muj në hershëm bëhet prap i nevojshëm. Qofse e botën çat Kur'an, shpesohet që ti me atë Kur'an që ke botu, një person me përfitu. Ai me mbet në atë shtëpi me përfitu këtë shtëpia. E me dek ti unë, edhe ajo shtëpia e me mbet çaj Kur'an, e me të met ty sadaka e rrjedhshme. Që edhe ti me shku në varr, edhe që ajo dëmohon se vap mos më të nalë tyje. A na e këshyrëm të ka smut pobre, smut është të ka dhe më thonë i varë pobre, po realisht efekti ty në shpesh dhe njëherë mundet me koni përkashëm, a disa sene që neve hezitojmë me i ndihmu në to, faktikisht kur të këqysh dhe më thonë në tyre, jenë shumë ma dhe më thonë ma sevap dhe ma shpërblim të madhë, s'po thëjmë rruna zëtë që mos mi dhonë të varfërve, e kështë të më radhë, mirë po thëjmë që me konë gjithë përfshirës, si që a i shiju i bereqet shumë, që me prejkë mundësisht shumicën e projekte, aj që ka mundësi dikush tuk e shtru iftara, qofse ka mundësi edhe iftara, edhe të varfërve, edhe projekte davetit, e kështë të më radhë që thjesht mos me lonë derë të hajrit, e të sevapave, e të bujaris, vetëm se me e prejkë edhe me e dhonë, lusim Allahun Azza wa Jall, që t'ja dim rëndësinë Ramazanit, të e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që të përfitojmë për bujarisë e tina, i cili ishte bujar vazhdimisht, i cili nuk e kishte dunjon në këtë zemër, mirë pa mërë të pesaj, atë sa kishte nevoj, nga se ishte udhëtar, i cili ishte duke shkuar për të Zotit e tij, e për atje duhet furnizim tjetër, duhet devotshmëria, e kjo është dhe më thonë furnizimi më i mirë, e lusim Allahun Azza wa Jall që të na shton devotshmërinë, na shtojnë veprat e mira, na i bën të sinqerta vetëm për të, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.